I konceptuar si një hapësirë moderne ekspozimi dhe edukimi, Muzeu Arkeologjik i Durrësit është riorganizuar në 3 kate të mirë strukturuara, ku çdo kat pasqyron periudha dhe tematika të ndryshme të trashëgimisë arkeologjike. Vizitorët mund të ndjekin një rrugtim të plotë historik përmes artefakteve të ekspozuara, të vendosura sipas një logjike bashkëkohore që e bën më të lehtë kuptimin dhe përjetimin e historisë. Kemi sjellë në Durrës mbas 41 vitesh kemi sjellë Bukuroshën e Durrësit dhe kemi edhe Bukuroshën tashmë në pjesë të linjës muzeore dhe pjesë të vizitueshmërisë së Muzeut Arkeologjik Durrës. Kemi një muze i cili më përpara ka qenë vetëm në një kat, tashmë e kemi në të 2 katet vizitueshme me objekte dhe me artefakte, të cilat fillojnë nga ajo më e hershmja deri në mesjetën e vonshme. Një nga risitë më të veçanta është krijimi i këndit arkeologu i vogël, një hapësirë interaktive për fëmijët, ku ata mund të mësojnë përmes lojës dhe eksperiencave praktike. Gjithashtu muzeu ofron ambiente të dedikuara për ekspozita të përkohshme, duke krijuar mundësi për prezantimin e koleksioneve të reja dhe bashkëpunime kulturore. Kati i tretë është pastaj për arsye shërbimi dhe për aktivitete ndryshme të cilat ne do zhvillojmë, do të kemi mundësi që zhvillojmë dhe shumë tepër aktivitete. Kemi gjithashtu në katin e dytë edhe mundësinë që fëmijët vinë dhe kanë këndin e tyre, ku quhet këndi arkeologut vogël. Rritja e numrit të stafit dhe përmirësimi i shërbimeve për vizitorët synojnë të garantojnë një eksperiencë mozilësore dhe më të plotë për çdo grup moshë. Kjo shtesë bëhet edhe për të ardhur në ndihmë dhe për të shërbyer sa më mirë dhe sa më korrekt me të gjithë vizitorët të cilët do të jenë jo vetëm këtu, por në të gjithë objektet të cilat ne administrojmë. Me këtë risi, Muzeu Arkeologjik i Durrësit pritet të tërheqë një numër të madh vizitorësh, duke forcuar rolin e tij si një nga destinacionet kryesore të turizmit kulturor në Shqipëri.